Sulmet ndaj kanalit të Iber Lepencit nuk janë devijime, janë vijimësi të planifikuara, të synuara dhe të pozicionuara saktësisht për një pikë kritike të infrastrukturës jetësore të Kosovës. Këto akte tregojnë më shumë se një krim, tregojnë një doktrinë. Serbia ka dekada që vepron me të njëjtën strategji ndaj veriut të Kosovës, tensioni përhershëm por i kontrolluar, kriza të vogla por të përsëritura, destabilitet që nuk ka përse në luftë, por që pengon çdo konsolidim institucional. Në këtë model çdo sabotim është politik, edhe kur kryhet nga persona të panjohur, mohimi është pjesë e planit, strukturat paralele, trajnimi i militantëve, ndikimi mediatik dhe siguria që ofrohet për aktorët lokal në veri janë prova të një destabilizimi të mundësuar nga vetë shteti serb, pa që nevoja të firmoset zyrtarisht asnjë urdhër, përgjigjja ndërkombëtare mbetet e njëjtë, dialog për dialogun dhe jo për zgjidhjen. BE dhe SBA vijojnë të kërkojnë qetësi afat shkurtër, edhe kur provokimet bëhen sistematike. Kjo qasje, që i shmanget përplasjes së drejt për drejt me Beogradin, në fakt e inkurajon modelin e destabilitetit të menaxhuar. Nëse një sulm që përdor 20 kg eksploziv mbi infrastrukturë kritike nuk trajtohet si akt strategjik, por si incident lokal, atëherë kemi zgjedhur të mos kuptojmë as mesazhin, as metodën. Paqja nuk rrezikohet nga retorika, por nga veprimet konkrete të pagjykuara. Kanali u riparua, por asgjë nuk është riparuar në terren, sepse modeli i vjetër po funksionon, krijo tension, moho përfshirjen, ftohe situatën e përsëritet sërish. Veriu i Kosovës nuk është krizë, është një politik në zbatim të vazhdueshëm dhe perëndimi, për aq kohë sa nuk i vë emër këtij realiteti, bëhet bashkëpunëtor i një paqëndrueshmërie të përhershme.